E ti jesh i sigurt se nëse punët me Zotin i rregullon, ka për t'i rregulluar Zoti punët me të gjitha. E nëse punët me Zotin nuk i ke mirë, vallahi bilaj ka për ta dhënë Zoti ke gruaja, ka për ta dhënë Zoti ke fëmia, ka për ta dhënë Zoti ke komshiu, ka për ta dhënë Zoti ke pasunia, ka për ta dhënë Zoti kudo. Pse? Sepse ti nuk pranon pakt, paqje. Ti sikur i thu Zotit, me mos rregullsinë tënde në namaz, s'ta kam nevojën se ja dal vet. Ja del vet, vazhdo pra, meru. Meru vet. Dili në fund. Si më ja del vet? Kush jeti që ja del vet? Kjo bote ka një Zot, ajo është Allahu. E gjithë ne kemi nevojë për të. E ti jesh i sigurt se po e patë mirë me të, ti menaxhon ai të gjithë. E po se patë mirë me atë, për Zotin e madh. Pjella jote të kthehet në mallkim. Dashnia jote të kthehet në armiqësi. Pasunia jote të kthehet në dëshpërim. Dhe pushteti yt të kthehet në vaj. Nëse ti me Zotin nuk i ke punët mirë, nëse ti me Zotin nuk do të takohesh.